Përshëndetje miq. Sot do flasim për ushqimet e pashëndetshme. Konkretisht bëhet fjalë për fast foodet, ëmbëlsirat dhe të gjitha ato ushqime të paketuara që janë shumë të përpunuara që i gjejmë kudo, pra nëpër dyqane, në markete, supermarkete. Një nga modulet që unë shpjegoj në universitet është dietologjia dhe nutricioni, dhe një ditë po diskutonin pikërisht për këto produkte ushqimore me studentët. Dhe kur po thoja se nuk na japin asnjë vlerë të shtuar, një ndër studentet në fakt tha se po, na japin një vlerë të shtuar që është kënaqësia kur i ham. Na erdhi të gjithë për të qeshur, por për ta mendosh ka të drejtë. Të gjithë neve sikur ndjehemi të lumtur kur konsumojmë këto lloj produktesh ushqimore. Nuk është rastësore në fakt, dhe kjo ndodh për shkak të një lloj hileje apo mashtrimi deri diku që bëjnë pikërisht prodhuesit e këtyre produkteve ushqimore. Në këtë video do të shpjegojmë se cilat do të jenë këto hile që përdoren dhe gjithashtu do ju jap disa këshilla se si do të mund të menaxhojmë këtë lloj mashtrimi për të pasur më tepër kontroll tek vetja. Një nga arsye sepse jemi në kërkim të vazhdueshëm të këtyre ushqimeve të pashëndetshme ka të bëjë pikërisht me arritjen e nivelit të dopaminës, që është hormoni përgjegjës i kënaqësisë. Shpeshherë këto produkte janë të pasura me sheqer të shtuar, yndyrë të shtuar, krip të shtuar dhe shpeshherë edhe kombinimi midis tyre. Nuk është i panjohur në fakt kombinimi midis kripës dhe sheqerit që do të krijojë një varësi të ngjashme me atë të drogës. Dhe të gjitha këto produkte, fast food, të paketuara, po të lexoni etiketat, por në fakt kuptohet nga shija, përveç faktit që e dim që kanë shumë yndyrna, do të kenë gjithashtu edhe kombinim edhe të sheqerit dhe të kripës. Mjafton të shkoni në një fast food dhe të shikoni që buka vjen e ëmbël, gjithashtu limonata patjetër që është e ëmbël, por ndërkohë produktet e tjera kanë shumë sasi të lartë të kripës. Dhe ky lloj kombinimi pra midis të gjithë këtyre pra yndyrnave, sheqernave dhe kripës do të çojë pikërisht në rritjen e nivelit të dopaminës. Dhe çfarë ndodh? Sigurisht truri ynë do të jetë në kërkim të vazhdueshëm të lumturisë të kënaqësisë dhe ne automatikisht e lidhim me ushqime fast food, ushqime të paketuara dhe patjetër që do të kërkojmë përsëri të konsumojmë këto lloj produktesh. Një arsye tjetër ka të bëjë edhe me faktin se këto lloj ushqimesh, pra ushqime të pashëndetshme janë dizenjuar në një perfeksion, në kuptimin e asaj që edhe tekstura në gojë do të jetë goxha e këndshme, edhe pamja do të jetë e bukur për syrin, sepse të jemi të sinqertë, pamja e ushqimit shpeshherë do të ngojë shumë në mënyrën se si do ta perceptojnë shijen e tyre. Pra shpeshherë na gënjen dhe pamja e bukur, na duket sikur ushqimi është më i shijshëm. Dhe nga ana tjetër kanë shpeshherë dhe një intensifikim të shijes, përmes kripës së shtuar, përmes përdorimit të disa erëzave specifike, apo edhe përbërësve dhe aditiveve të tjerë që shpeshherë kanë edhe efekte shëndetësore negative, por që nga ana tjetër çfarë bëjnë që të kenë shije më të fortë, më të ndjeshme përkundrejt ushqimeve natyrale, dhe sigurisht do të na duket sikur janë më të mira dhe do të krijojnë në këtë mënyrë edhe varësi. Një efekt të ngjashëm ka edhe sheqeri në ëmbëlsira. Ka disa lloje sheqeri, sheqer të shëndetshëm dhe të pashëndetshëm. Tek frutat konsiderohet se kanë sheqer të shëndetshëm për arsye se do t'japin energji në mënyrë më të gatshme dhe të qëndrueshme. Përkundrazi, sheqeri i tavolinës që mund të përdorim, pra sheqeri i bardhë që mund të përdorim vetë ne, apo edhe ëmbëlsirat e përgatitura që kanë përmbajtjet e tij, çfarë ndodh? Ndodh që ky lloj sheqeri do t'japë energji në mënyrë shumë të shpejtë, menjëhershme. Por po kaq shpejt sa jep energji, kaq shpejt edhe largohet, që do të thotë që neve do të kemi nevojë që të marrim përsëri sheqer. Dhe kjo është arsyeja pse do të krijohet ajo varësia ku ne nuk mjaftohemi thjesht me një copë ëmbëlsirë, por do të kërkojmë mbrapa përsëri. Dhe në këtë mënyrë pra do të krijohet ajo varësia prej sheqerit. Ndërsa industria ushqimore përdor këto teknika për të rënë pre tundimit, është detyra jonë që të asistojmë trurin ton përmes teknikave si kundërpërgjigje në mënyrë që të mbajmë çdo gjë në kontroll dhe të ushqemi në mënyrë të shëndetshme. Një nga gjëra ka të bëjë me 10 minutat e pauzës, që do të thotë në rast se neve do të kemi një neps të papritur për një ushqim të pashëndetshëm, ëmbëlsirë, fast food apo të paketuar, ajo që duhet të bëjmë është të ndalojmë për 10 minuta, të pim ujë, sepse shpeshherë mund të ndodhë që nuk jemi të hidratuar mjaftueshëm dhe ajo që na duket si neps për diçka në fakt mund të jetë mungesa e ujit. Pini ujë dhe mbase edhe mund të qetësoheni. Dhe çfarë duhet të bëni? Duhet të shpërqendroheni, mos rrini me Instagramin, TikTokun apo rrjetet sociale, lëvizni, merruni me diçka në mënyrë që truri juaj ta heqë vëmendjen nga ky neps i papritur dhe intensiv, dhe do të shikoni se avash do të reduktohet. Gjithashtu mund ta hani edhe diçka.
mund të konsumoni për shembull një produkt ushqimor të përafërt, i cili mund të jetë edhe zëvendësues. Si do të thotë, në rast se për shembull ju hahet çokoladë, mund të merrni çokoladë të zezë. Në rast se ju pihet një pije e gazuar me shije të fortë, mund ta zëvendësoni atë me ujë me limon. Ose për shembull në rast se ju konsumohet një ëmbëlsirë, mund të hani ndonjë frutë. Një teknik tjetër ka të bëjë me teknikën e proteinave të para, që do të thotë, proteinat janë shpeshherë disa nga shkaqet se neve do të kemi ndjesinë e ngopjes. Dhe në fakt kur na hahet ëmbëlsirë mund të jetë edhe një sinjal i trupit tonë se ajo që mungon vërtet janë proteinat. Prandaj në rast se keni nevojë për një ushqim të pashëndetshëm, rekomandoj për shembull që të konsumoni diçka që përmban proteina të tipit mund të jetë për shembull vezë, kos, arra, pse jo, në rast se për shembull keni nevojë për një snack me teksturë të ngjashme. Pra, sipas varet në varësi të asaj se për çfarë ju ka shkuar mendja. Dhe çfarë ndodh, pra proteina që do të konsumoni do të stabilizojë nivelin e sheqerit në gjak dhe nga ana tjetër do të krijojë ndjesinë e ngopjes, se mund të ndodhë që kjo dëshira pa pritur për ushqim të pashëndetshëm t'ju largohet. Nga ana tjetër, është shumë e vështirë që neve të bëjmë ndryshime drastike të stilit tonë të jetesës. Në rast se jemi mësuar që të konsumojmë ushqime të pashëndetshme, është e kuptueshme që tashmë jemi në varësinë e këtyre ushqimeve dhe ndryshimet të menjëhershme do të ishin të vështira. Prandaj ajo që do të rekomandoja është të bënim një përshtatje të dietës 80-20, që do thotë jo të heqim dorë në mënyrë të menjëhershme ndaj ushqimeve të pashëndetshme, por 80% e dietës tonë të bazohet tek ato ushqime apo produkte ushqimore që na bëjnë mirë, që janë alternative shëndetshme, dhe vetëm 20% ja lejojmë vetes të ushqime, pra të tolerojmë pak veten me diçka të vogël që na shkon mendja, pra edhe pse nuk është ushqim i shëndetshëm. Derisa avash ta eliminojmë atë nga dieta jonë në mënyrë graduale. Dhe them shpesh që për të ndryshuar sjelljet është shumë e vështirë që kjo të ndodhë me sukses në rast se ndryshimet ndodhen në mënyrë drastike. Përkundrazi, në rast se bëhen hap pas hapi, ka shumë gjasa që të thejnë një zakon apo një stil të ri të jetesës. Dhe një gjë tjetër që duhet patur parasysh është që të kontrollojmë ngrënien emocionale. Ndodh shpesh që shumë persona në fakt mos janë të uritur, por thjesht të konsumojnë produkte ushqimore pa kuptuar as vetë se çfarë po hanë, pikërisht për shkak të stresit, të ankthit, të emocioneve negative, pra mund të jenë përpara një situate stresuese, në mënyrë të pakontrollueshme fillojnë edhe konsumojnë çfarë t'i dalë përpara praktikisht. Për këtë arsye duhet që të kuptojmë një herë nëse është ky rasti, dhe nëse është kështu, duhet të përpiqemi të gjejmë teknika të tjera të cilat do të na ndihmonin pikërisht për menaxhimin e stresit dhe të ankthit. Sikur për shembull edhe marrja me një aktivitet fizik, apo minimalisht edhe dalja për ecje, pse jo duke dëgjuar pak muzikë që na pëlqen, do të na ndihmonte shumë për menaxhimin e stresit dhe të ankthit, por teknikat janë të shumta dhe këto mund të flasim gjithsesi edhe në një video tjetër. Ishte videoja për sot, miq. E vërtet që ka shumë hile që na bëhen nga industria ushqimore në mënyrë që të bijmë prej tundimit dhe të konsumojmë produkte ushqimore të pashëndetshme, dhe duket sikur kemi krijuar varësi dhe nuk kemi kontroll, por në fakt nuk është kështu. Vërtet mund të gjejmë mënyra se si të kontrollojmë dietën tonë, veten tonë, dhe të rikthehemi drejt ushqyerjes së shëndetshme. Shpresoj t'ju kam dhënë disa këshilla të vlefshme, dhe në rast se është kështu ju lutem të bëni një like në video dhe ta ndani atë me miqtë tuaj. Mos u largoni nga kanali pa u abonuar në subscribe në mënyrë që të mos humbisni përditësimet e mia. Bashkë do shihemi në videon e radhës, dhe deri atëherë ju uroj të gjithëve shëndet.